Përshëndetje, mi që vini flasim hapur në Durrës Lajm. Arsimi është shtylla kryesore e një shoqërie dhe kultivon brezat e ardhshëm, të cilët janë e ardhmja e vendit. Për diskutuar mbi arsimin, mbi ecurinë e fëmijëve, pra këtij brezit të ri, i cili ka sfida të reja, përballet me teknologjinë etj. Jemi këtu në flasim hapur për diskutuar me një mësuese së pari, të njohur në qytetin e Durrësit, e dalluar jo vetëm në arsim, por edhe në letërsi, në penën tënde, vullnetarizëm, aktivitete të shumta, që është zonja Merita Kuçi Thartori, që është drejtoresh e shkollës 9 vjeçare 14 nëntori. Faleminderit që je flasim hapur, Merita. Faleminderit për ftesën. E kam shumë kënaqësi. Zonja Thartori, sa vite u bët në arsim? E kam kaluar vitin tim të 36. 36. Me një përvojë edhe në arsimin e mesëm, në fillimet e mia. Pastaj siç ndodhte në fshat, u transferuam në Durrës. Kjo ishte shkolla që u afrua dhe unë ndjeva shumë mirë. Bile ta evidentoj këtë shkolla ime fëmijërisë. Është shkolla 29 nëntori vjetër, e cila pastaj është mori pas viteve 90, se kam studiuar me kujdes historikun e shkollës, me Këshillin Bashkiak, me vendim të Këshillit Bashkiak, disa shkolla, midis tyre dhe 14 nëntori mori emrin e çlirimit të qytetit tonë. Qytetit tonë, patjetër. Kështu që prapë është një kënaqësi. Janë ditët që e bën njeriu krenar, e lidhin, domethënë jetën e një nxënësi me që jemi në arsim dhe ke shkolla, edhe me historinë e qytetit të tij. Aq më tepër që shkolla ime ka një komunitet heterogjen, edhe ato tash janë adaptuar, janë përditësuar me historikun e shkollës, të cilën dhe kemi të afishuar në mjediset e shkollës. Kamera juaj mund vi ta vizitojnë ndonjëherë shkollën. Unë paktën e kam parë se herë ju kam takuar, por dua t'ja bëj këtë pyetje. Vazhdon pasioni njësoj si para 36 viteve? Mbasi ju duket kështu e zmadhuar, po sinqerisht, domethënë, unë kam çdo ditë një risi, një frymë të re, që dëshiroj të fus në shkollë. Pra, po të llogarisim me... Edhe pse kemi qenë një shkollë që 5 vite, prej tërmetit të nëntorit, 26 nëntorit të 2019-ës, ne u dëmtuam rënd nga tërmeti dhe u transferuam në mjediset të tjera, që gjerasin t'i falenderoj edhe shkollat bashkëpunuese, sa është vështirë, kemi punu në turnet të dyta, ne jemi, do thoja, në këtë vit jemi një shkollë e më këmbur, sepse kuptohet në turnet të dyta patëm edhe transferimet të nxënësve për shkak të punësimeve, që nuk mundësonin që prindët i shoqëronin fëmijët në shkollë, dhe kjo bëri ulje të numrit të nxënësve, po dhimbja ishte që na ikën dhe nxënësit e mirë. Dhe mendoj që si vjet e diskutojmë dhe me kolegët, jo më larg se sot, që kemi edhe një takim me prindër. I thash që përveç përgjegjësive që keni ju si mësues kujdestar, ju lutem mos harroni që të arritjet, bashkëpunimet që ka shkolla me institucionet arsimore, me organizatat, gjithmonë është në shërbim të zbatimit kurikulës, patjetër, udhëzimeve që kemi, por njëkohësisht edhe të pjesës së kulturës që ka shkolla, programit të kulturës. Është një mision fisnik. Sepse jo gjitha aktivitetet hyjnë në performancën e shkollës, por ne nuk e shikojmë këtë pikë. Patjetër të garojmë, është gjë e bukur, po të garojmë me pozitivitet. Pasi themi edhe sepse nuk jemi fitues, ne jemi pjesëmarrës në këtë garë. Kështu i njoftoni edhe një frymë komunitare dhe ndikimi tek nxënësit, se kjo është e gjitha, ky është qëllimi i misionit. Ky është qëllimi. Edukimi nuk është vetëm me librin pra teoria, nuk është vetëm ora e mësimit. Të qenit ekstrakurrikulare, ai që njihet. Po. Ja, konkretisht për shembull, nëse do flasim për ekstrakurrikularen, ne kemi edukimin mjedisor dhe për fat do ta quaja, me që jemi edhe këtu, na është ofruar një organizatë e cila do të adaptojë në mjedisin e shkollës sonë, me që se ne ofrojmë mjedis territor tokë, toka jonë do quhet, mbjellja e tokës. Jemi pikërisht në fazën e matjes së sipërfaqes dhe të zbatimit të këtij projekti. Çfarë do mbjellet? Mendoj që sipas bisedave që bëra me biologun e vogël, se kemi këto organizmat e brendshme të shkollës, i quajmë. Ato janë të rritur, klasat e 9-ta, por ne prap janë fëmijë tanë.
Dikush hodhi idenë të mbyllim lule shtrydhe. Dikush tha pomodorini, domatet e vogla, me që se vërtet është një tokë shumë e gjelbër, është mjedis i bukur, është shkollë e re. Kështu që e prita me shumë kënaqësi faktikisht të bashkëpunim, shpresoj të shkoj përpara. Prindërit e sotëm, pothuajse të gjithë ankohen me brezin e ri. Ne ishim ndryshe, është një brez i ri, mendon ndryshe, ka një qasje totalisht të re mbi filozofinë e jetës, arsimit. Ju keni 36 vite, keni parë 3, 4, 5, 6, apo shumë breza pra të mbarojnë shkollën. Si e shikoni këtë diferencën e brezave sot? Ose më mirë le t'ju pyes, brezi i ri, është ashtu si që paragjykojmë ne? është më mirë se sa ne, është ndryshe? Cilat janë sfidat e këtij brezi të ri që kemi sot? Për hir të vërtetës, një nga sfidat më të mëdha që haset shkolla sot është prindërimi, po e quaj në konceptin, por bashkëpunimi me prindërit, me familjet. Vjetër e për shumë në takimet që kemi ne me prindërit, ato vinë edhe çdo ditë, marrin informacion, patjetër ka prind shumë të përgjegjshëm, por në takimet tona që i kemi edhe në grafikun e vendosur që në fillim vitit shkollor, nuk na vjen pikërisht prindërit të cilët kanë probleme me fëmijët e tyre. Pra vjen në momenti kur ti ngulmon fort, kur diçka shkon, kur ti nuk mund të mbyllësh portën e shkollës, por kur e kërkon me një sistem, ato vjen. Prindët faktikisht, unë herën e fundit jam drejtuar që vetë prindërit duhet t'i drejtojnë shërbimin psikologjik të shkollës. Sepse ndonjëherë marrin sikur i bëjnë gjitha detyrat me fëmijët e tyre, nuk është ashtu. Pra duhet të kuptojnë që shkolla është përveç se një disiplinë të nxëni, është dhe një disiplinë komunikimi. Pra ke hyrë në klasë, kanë nxënësi nuk të kanë edhe bazën materiale, pra nuk kanë librin, po mësuesi nuk mund ta nxjerrë jashtë. Pra mësuesi këtu është ajo kreativiteti i mësuesit për ta mbajtur frymën e vëmendjen e nxitjen e nxënësit, për të mbajtur vëmendjen e tij pra në procesin mësimor. Dhe i kemi këto mësues, për hir të vërtetës. Mësuesi e bën vetëm, po gjithmonë do bashkëpunim me prindin. Pra prindi, nëse flasim për shkolla komunitare, që unë jam shkollë komunitare, zbatojmë në shkollë, domethënë 5 programe të shkollës komunitare, kuptohet që janë zgjedhjet e vetë fëmijëve, dikush shkon tek teatri, dikush shkon tek vizatimi. Ja jemi nesër për shembull, prindit do ta gjejnë ekspozitën e pranverës. Vin pikërisht së pari nga ky grup nxënësish që kanë pasion pikturën, vizatimin, grafikën, por nga ana tjetër, domethënë, shpresojmë që të përballemi edhe me problematikat, për shembull konkretisht teknologjia. Sa është një risi, sa është shumë e nevojshme për një proces të nxëni, se si me thënë, të aftëson kuptimin pjesën vizuale, pra nëse ne kemi parasysh Ismail Kadaren, po gjurmët, portretin, tekstet e Ismail Kadares, ai i gjen edhe nëpërmjet linjeve që mësuesi bën një punë shumë, është një ngarkesë faktikisht për mësuesin në kohën e qëndrimit të tij në shtëpi, po mësuesët mendoj kanë pasionin e tyre. Pra paktën shkollën që shikoj unë. Do thënë janë mësues të cilët e vënë veten bashkë me nxënësin në punë, në detyrë. Objektivi i shkollës time është për shembull zbatimi i 4 projekteve në nivel paraleli, klasat e 6, të 7, të 8, kuptohet me një vendimarrje, flas për ciklin e lartë këtu, dhe pikërisht kjo bën mësuesi udhëheq grupet e punës. Po këtë bën edhe gjatë procesit të nxënit. Mësojmë domethënë me mësimdhënia me qendrën e nxënësit, por prindërimi, përdorimi i tepërt i teknologjisë, futja e nxënësve në rrjetet sociale, bën domethënë ta heqë atë kohën që duhet ta japi studimit dhe ja jep komunikimit me shokët, para bisedave të panevojshme, ndërkohë që vëmendja duhet të kthyer tek të nxënit. A pajtoheni me mua, të paktën unë kam përvojë nga niveli universitar dhe jo parauniversitar, por besoj do të jetë një qasje. A pajtoheni me mua në këtë koment prindërit, sepse edhe në universitet vijnë prindit, pra, dhe thonë, ja kam siguruar djalit ose vajzës të gjitha.
Pra, i kam dhënë shkollën, kam paguar për shkollën, kam paguar për shpenzimet, rroba të reja, makina, celular, libra, çfarë doni, i kam dhënë të gjitha këto dhe sërish nuk jam i kënaqur. Përgjigjja ime ka qenë ndaj tyre që këto nuk vlejnë aq shumë për aq kohë sa ti nuk i udhëzon ata me shembullin tënd. Pra, nëse ti nuk lexon, si prind as mos pretendo nga fëmia i cili nuk të shet të lexosh. Nëse fëmia do t'i marrë gjërat e gatshme, do të ndaj gjithmonë mendimin që modeli prindit është ajo që thatë ju, që nëse nuk lexon vetë, nëse nuk jep kohën, ose ja po kthej në një kundër përgjigje tjetër. Me që jemi tek prindërimi, sa kohë fizike i jep prindi fëmisë të tij? Pra, një prind i vëmendshëm arrin të zbulojë tek fëmia mangësitë e tij. Po nëse fëmia do ketë mangësi shpirtërore, ai do mbetet si një dru i thatë. Do jetë i lënduar, do jetë një traumë emocionale. Do jetë i vetmuar. Do të thonë ne këtë synojmë në shkollë, bashkësinë. Të jenë bashkë, të zbatojnë këto projekte bashkë, të ndihmojnë nxënësit që nxënë më me vështirësi. Pra, të forcojmë atë ndërlidhje që duhet të ekzistojë brenda një klase. Sepse kjo pastaj do të çojnë nga krahu i kundërt. Do të thonë ju pyes edhe në rolin tuaj si drejtoresh. Jo vetëm si mësuese e njohur tashmë në Durrës. Je kënaqur me stafin tënd pedagogjik? Po jam e kënaqur. Edhe kur debatojmë, janë njerëz shumë të përkushtuar. Po. Unë jam një individ aty që në rolin e liderit e pranoj mendimin ndryshe. Po. Pra, më pëlqen përvoja e mësuesve. Bashkëpunoj me to. Pra nuk i marr vendimet vetëm, i marr në ekip. Ja konkretisht, për shumë jam në procesin e ndërtimit të planit të fatmesëm, që do të ketë prioritetet e veta për 4 vite. Po. Nuk e kam fare të vështirë ta ndërtoj vetë, se njoh shkollën, njoh pikat e forta, njoh pikat e dobta, dhe arrit të ndërtoj, po nuk është kjo. Unë jam gjithmonë afër mësuesit, nuk e bëj dot diferencën. Jam gjithmonë në këto. Jemi për shkakun tek faza e kualifikimit të mësuesve. Do kalojmë fazën e procesit të kualifikimit. Edhe orët e hapura, pjesëmarrja, si do zhvillohen. Pra mësuesët mendoj unë, do të thonë, mendoj u sjell mësuesve frymë pozitive. Po nuk hyri mësuesi në shkollë dhe të ndihet i qetë. Kuptohet, të respektoj dhe rregullat e orarit, një etika, dhe gjëja më e bukur që përmenda sot ishte që do të shikoni përtej qëndrimit tuaj në shkollë. Sot mësuesi me pasurimin e etikës së re, duhet të jetë edhe të tregoj figurën e tij dhe jashtë mureve të shkollës. Dhe ja u kujtova këtë, se ndonjëherë mësuesët të shikojnë veten të pavlerësuar. Jo, unë mendoj që njeriu serioz i përkushtuar ja ngre vetë autoritetin punës dhe vlerën. Kemi nxënës të vështirë, po kemi. Do përballim edhe me nxënësit e vështirë. Ka dhe prindër të marrim dhe anën tjetër që nuk dinë si ta ndihmojnë fëmijën e tyre. Prandaj them ndonjëherë që t'i drejtohemi shërbimit psikologjik, të bashkëbisedojmë, pra shkolla të jetë e hapur, të thuajnë gjërat hapur, po i fshej gjërat në shkollë, agravojnë më keq. Unë jam person që përballem me të vërtetat. Më pëlqejnë sfidat. Shumë bukur. Shumë bukur. Dhe kjo është lajm shumë i mirë për këtë lloj qasje, këtë lloj drejtimi për qytetin. E mbi gjitha për ata voglushet edhe ata cilët po arrin adoleshencën. Jemi në një epokë të gjithë, duhet ta pranojmë. Po. Është shqetësuese përdorimi i teknologjisë. Sepse ka efekt, i them këtë jo se ju nuk i dini, ka dhe pozitive, po për ata të cilët na ndjekin. Ka efekt pra addiction, varësie. Ka efekt negativ tek shëndeti mendor dhe shëndeti fizik i fëmijës. Ka efekt negativ në humanizim, raportin humane midis njëri tjetrit. Po, nuk kontaktojnë pastaj, nuk në vetë izolim. Pra, ka efekte çështje e imagjinatës, nuk ke më të fillosh mendjen për ta zbuluar të bukurën vetë, për krijuar vetë, por fillon të bëhesh gjithmonë në fake news dhe një person që merrem edhe me çështjen e thelluar të studimeve apo të fakteve, më lejoni të them që 90% e informacionit që qarkullon në internet është fake, është i gabuar.
Si e shikoni ju, se e keni në mënyrë më të drejtë për drejtë me fëmijët? Problem është problem? Duke qenë në shkollë, pjesa, po them 90% e nxënësve nuk marrin telefon në shkollë. Po, e keni me rregullore. E kemi me rregullore, do vendosë shqiptar, diçka tillë telefon. Edhe pa marrë parasysh edhe rastet kur kanë shtëpiat në distancë. Edhe është dëshira e prindit, ngulmon. I dorëzohet mësuesit kujdestar, domethënë e kemi edhe këtë. Por kam dhe prindër të cilët ma kanë dëshmuar vetë që fëmijët e tyre ndjen të bullizuar për faktin që nuk janë pjesë e grupit. Pjesë e WhatsApp-eve. Pjesë e këtyre grupeve brenda klasës. Dhe mundohemi, domethënë, me shërbim, ja sot kishim një orë domethënë si ndikon teknologjia në jetën e një nxënësi, e bëri shërbimi psikosocial me një klasë që ka shprehur probleme të tilla. Pra ne krijojmë fokus grupe në shkollë. I kemi shumë mbështetje shërbimi psikosocial të shkollës. Dhe mundohemi domethënë që t'i largohem nga teknologjia kur nuk duhet. Edhe duke i thënë ato që edhe ju përmendet pak më përpara, që gjërat nuk janë ashtu siç duken. Dhe thirrja jonë gjithmonë me komunitetin është larg fëmijët nga rrjetet sociale. Pra duhet i kontrollojnë. Edhe politika pra alto, pra të larta në raport me këtë, sepse sërish së bashku e kemi diskutuar vazhdimisht të çështje, por më shumë për informacion, vendet që ishin avangard për insertimin, pra integrimin e teknologjisë në mësimdhënie ishin vende nordike, Finlanda, Suedia, ndërkohë këta janë të para që po i heqin tani. Në klasë po i kthehen librave. Një dhe gjë të ndjek edhe Shqipëria. Nuk e ka me shkollën tuaj, e ka me politikat e larta arsimore. Të kthehet tek libri. Sot për sot, për shembull, neve i kemi dhënë shumë rëndësi kompetencës digjitale në shkollë. Po gjithmonë në pjesën e procesit të nxënit, pra për ta ndihmuar nxënësin, për të kuptuar ai që teknologjia ka edhe benefitet e veta. Pra kjo është ajo tendenca. Kurse në pjesën e shtëpisë, për shembull, ne mundohemi që detyrat mos jenë detyra digjitale. Do të thonë të jenë të teknologjisë fushës të jenë sa më fizike në klasë. Prandaj kur flasim për mësimdhënie me qendër nxënësin, është që të nxënit të realizohet aty në klasë. Pra detyra të bëhet aty në klasë. Kurse për pjesën e të lexuarit, konkretisht ndoqja një orë mësimi për shkak tek një mësuese, edhe kishte Shakespeare-in, e trajtonte Otellon. Edhe ajo domethënë e pasuroi shumë figurën e Shakespeare-it, përmendje dhe vepra të tjera, hyri dhe tek elementi i ndjenjës. Pra pa kaluar ke erotika, po hyri ke Romeo, ke Julieta. Pra si nxënësi do t'i zbuloj këto të bukurat e shpirtit. Pra ne nuk mund t'a fshehim nxënësve të bukurat shpirtërore, por arrim ta përcjellim atë ne që deri ku janë kufit. Se ne brezi që thatë jemi rritur, kemi parë shokun e klasës si vlla, themi, ndërsa sot këto kanë ndryshuar. Pra, jemi dhe ne që duhet përshtatim me moshën e të rinjve dhe duhet të pranojmë edhe kur ato gabojnë. Duhet të orientojmë në ndjenjat e duhura. Për shembull, vajza ime konkretisht, për shembull, kujtohet në moshë të hershme, më tha, mami, çfarë kupton ti dashuri të shëndetshme? Se unë i thoja gjithmonë që ta dua shokun tënd dhe të kesh një dashuri të shëndetshme. Pasi përkthen ti këtë, më tha mua, domethënë. Po, dashuria e shëndetshme është që ti shokut i dhurosh një libër, të festoni ditëlindjen e tij gjithë bashk, të jetosh edhe me një emocion të shokut, po me një gjendje jo të mirë shpirtërore. Me këto fjalë të thjeshta jam munduar fëmijës tim, dhe të njëjtën gjë bëj edhe me këto përballë. Unë sikur kam borën përpara, jo nxënësit. Do thonë mësuesi është drita, është dashuria. Pra nëse ti e jep atë ke fëmia do ta marrësh. Unë e besoj këtë. Mbase pozicionit të qenë si drejtues, jo gjithmonë mund të kemi nerva më të qeta, po ta them këtë. Po kur nuk i kam parë ku kolegët e mi, mësues matematike, për që t'i zgjidhet ekuacioni, ai bankës fundit nuk të përgjigjet. Kemi dhe përgjegjësinë e provimeve, kemi klasat e 5-ta, për të shkuar në një provim vlerësimi arritjesh, kemi klasat e 9-ta, edhe shkolla jonë duhet të jetë një shkollë garuese. Por pa i dhunuar, unë them që një mësues i mirë me një do të shkëlqej, ama do shkëlqesh me të. Prandaj i them mësuesve mos u dorëzoni. Nuk më duhen 10-tat kur nuk janë reale. Ja them edhe prindërve.
edhe të mund ta motivosh dikë, edhe t'ja japësh një notë, që të ndjehet pjesë e klasës, të rritësh vetë besimin tek nxënësi. Pra këtë duhet shikoj mësuesi. Mësuesi këtë duhet shikoj tek fëmia. Pra është ajo tamam duket pak si frazologji, po në fakt mësuesi është një psikolog i mirë. Sidomos roli mësuesit kujdestar është shumë dominant. Dhe unë nëse do flitet për zhvillimet në arsim, t'i jepet pesh rolit të mësuesit kujdestar. T'i jepen disa të drejta. Kam shkruar dhe për këtë dhe kam shtëruar mjaftueshëm. Janë kërkime shkencore, janë gjetje shkencore që njerëzit e suksesshëm në jetë sot kanë patur gjithmonë një mësues në fillore, apo më tej, apo pedagog frymëzues. Dhe pajtohem tërësisht me ju roli themeltar që ka mësuesi tek djali apo vajza për të ardhmen e tij apo të saj. Ajo është piknisja. Ashtu është. Do të çdo nxënës e ka një frymëzues, është e vërtet. Unë shikoj nxënësit e mi sot që kanë dalë në jetë. Dikush bën avokatin, dikush është në shkollat profesionale. Kemi bashkëpunime, ditët e hapura me shkollat profesionale. Kemi ndërmarrë një projekt që këtë herë mos jemi thjesht vizitor të kësaj shkolle, që ka konfeksionet, ka kuzhinën, ka degën e detarisë, por unë sot konkretisht me klasat e 9-ta, grupova një grup nxënësi që kishin pasion gatimin. Dhe me qenë se të gjitha këto integrantet i afronte shkolla, do bëjmë një garë me klasat e 10-ta të shkollës ku gatuhet, do të na japin ato gjitha mundësit, veshjet, dhe sa mirë e pritën nxënësit. Pra nuk do të jemi vetëm thjesht vizitor, po do të jemi praktikues të pasionit të nxënësve. Se nxënësit mos mbeten pa shkollë, kjo është e rëndësishme. Të gjithë duhet të regjistrohen në gjimnaze. Pra të gjithë nxënësit të orientohen në shkollë. Dhe një fëmijë ku më bukur dhe ku më i sigurt është në një mjedis shkolle. Dhe unë shpresoj që shkollat profesionale, me qenë se thash dhe një që jemi shkollë me një kapacitet dhe me nxënës me prurje heterogjene, nuk kam një shkëlqim të jashtëzakonshëm, ti drejtohen shkollave, profesioneve dhe zanateve. Është dhe me përfitim kjo ditët e sotme. Merr një profesion i cili është i mirë paguar, i kërkuar dhe ke një jetë të sigurt për hir të vërtetës, se sa këto nuk duhet të dekurajojë ata që ndjekin fusha të tjera, se çdo fushë është tetë e rëndësishme, por ditët e sotme me dinamikat e kohës, shumë e rëndësishme. Të janë profesione të çmuara dhe të kërkuara, jo në Shqipëri, po edhe jashtë. në Dhe Shqipëri. nëse don të ndjekësh dhe tregun e huaj pastaj, tregun jashtë, do thënë ti je një mekanik, bësh një hidraulik, kapacitet në fushën elektricist, kuzhinier, kanë paga të mirë paguara, kanë një rrjedhshmëri pune, pa ndalesa dhe edhe dikush është ke sportet, kemi ekipin e futbollit, dhe kështu që unë jam shumë duhet kjo studimet profesionale duhet rikthyer vëmendjet e to. Ja, jemi pikërisht kjo faza, domethënë. Kështu që prandaj thashë jemi një shkollë shumë e hapur në lidhje me këtë pjesën. Sikurse edhe zhvillimi krijues, më përmend Otello. Pra, do të dal pak. Kaluam 7 marsin, tani kishim konkursin e SS të poezisë në shkollë, fituesit finalistët u shkuan në konkurimin një shkallë më lart që bëhet në qendrën kulturore. Dhe ne atje u përfaqësuam me nxënësit. Nuk patëm fituesi vjet kishim në esen. Tani, që është ajo thash të njerë. Humor edhe për të inkurajjuar. Jo, më pëlqen ajo. Duhet inkurajoj ata nxënës që kanë marrë pjesë nga shkolla juaj, që edhe shkrimtarët më të mëdhenj të korave, zonë që kanë votuar libra. Por të vërtetës e bukura e konkurimit për më shumë e garës, ishte që ka 2 vite që po praktikohet, që nxënësi shkon vetëm një stilolaps. Pra, shkon ai që fiton ai që e bën aty live. Atë dhe po aty shpallen ato të çmimet. Është gjë shumë e bukur, domethënë një risi e qendrës kulturore fëmijëve. Kjo. Lexon brezi sotëm? Për hir të vërtetës, domethënë nga sondazhet që kam, më shumë nxënës regjistruar në bibliotekën e fëmijëve kam në pyetësor, nëpërmjet pyetësorëve që zhvillojnë. E bën vazhdimisht? Po e bën, po kemi domethënë. Në shkollë? Po ke muajin e internetit të sigurt. Që shkoj. Do bësh patjetër.
Kemi tani që po vjen edhe në prill, kam ditën e tokës, një projekt shumë i madh, që përfshin gjithë shkollën në nivel shkolla dhe komuniteti. Kemi pastaj ditën botërore të librit. Por nga sondazhet që kam bërë, nxënësit e arsimit fillor e frekuentojnë bibliotekën e fëmijëve më shumë se këto të ciklit të lartë. Dhe një pyetje e madhe për shkak të arsimit është pse në arsimin fillor vëmendja shkojmë ke prindërit e pret fëmin e sjell dhe e merr nga shkolla. Kur vjen në klasë të 6, shumë mirë që forcon vetë dijen, që mund të ecësh vetëm në rrugë pavarësinë, por është një shkëputje e vëmendjes së prindërve në këtë fazë, që është pikërisht shumë e nevojshme. Pra faza klasa 6, 7 kërkojnë shumë vëmendje, dhe duhet ndjehet ajo. Ne e ndjejmë si shkollë për shembull. Kemi edhe një bibliotekë të shkollës. Ne edhe festën e 7 marsit si shkollë e festuam me shtëpinë e shkrimtarëve të qytetit, të cilët dhuruan libra, ndoshta nxënësit u kthyen buzëqeshjen duke interpretuar poezitë e tyre. Pra ishte një aktivitet vërtet shumë i bukur që i bëri dhe të njohë shkrimtarët e qytetit, se është shumë e rëndësishme që nxënësit e shkollave të njohin piktorët, artistët, skulptorët, krijuesit e qytetit. Kështu që ishte shumë e rëndësishme. Prandaj dhe i ftoj në Flasimapur zonën Tartori. Ja, po dalim këtë jo për të mburur, po Durrës Lajm, Flasimapur, unë kam përgatitje nga politika, historia, arti, kultura, etj., por edhe jam shumë i vëmendshëm për t'i ftuar në studio, për t'i promovuar si shkrimtarët, artistët, muzikantët e Durrësit, sepse meritojnë vëmendje dhe duhet rokitje dhe me njohjen e qytetit. Dhe në këtë rast më vjen mirë që edhe nga nxënësit e shkollës suaj, pra të njihen me mendjet krijuese dhe talentet e qytetit. Që ka qyteti. E prekën nga afër, domethënë figurën e shkrimtarit, figurën e poetit, bashkënduan bashkë. Ishte vërtet një aktivitet shumë i bukur. Çfarë mesazhi keni për prindërit e sotëm? Mesazhi është ky që t'i duan mësuesit, t'i vlerësojnë ato, të bashkëpunojnë me to. Sepse vetëm fal këtij bashkëpunimi do të kenë qartësi e rritjes së fëmijëve të tyre. Se jo çdo prind arrin të zbulojë talentin ke fëmia e tij. Pra të mos mbeten prindërit vetëm fiktiv të notave, po të shikojmë brenda botës shpirtërore, të asaj që ne zbulojmë në shkollë. Kjo do thoya që duhet ta shikojnë shkollën vërtet si një dritë. Ne jemi rritur me atë që kush mbështet shkollën, ka mbështetur besimin, ka mbështetur të ardhmen, ka mbështetur shpresën. Këtë kërkojmë nga prindrit, se i njohin mirë detyrat tona, por kjo është, mendoj unë. Mesazh shumë i bukur. Ju falenderoj shumë. Dhe personalisht dhe në emër Durrës Lajm dhe Flasimapur, realisht ju përgëzojmë, i shprehim një njohje, se keni një mision fisnik dhe pareshtur ju jepni energjinë, mendjen edhe zemrën tuaj, edhe pasionin duket qartë. Zonja Tartori, pasioni që keni për mësimdhënien, tek brezat e rinj që është gjë më e çmuar që keni. Vinë të këthënë e javës, është traditë e Flasimapur, mund të përzgjeni një ju lutem. John Lennon. John Lennon? Jetë është ajo që ndodh kur je i zënë duke bërë plane të tjera. Shumë e bukur. Si do ta komentoja këtë? Me një thënie shumë thjesht që ti bën plane, po Zoti qesh nga lartë. Që e bukur dhe e vërtet. Kështu që ta marrim jetën siç na vjen. T'i japim botës më të mirën. Unë gjithmonë nisem nga misioni, siç thatë ju, që ka një mësues në jetë. Ti duam njerëzit. Folëm për nxënësit, po duhet jemi edhe njerëz. Po i deshe njerëzit, gjithmonë do të kthehet e mira që jep në këtë botë. Dhe këngët e John Lennon na kanë frymëzuar, let it be. Let jetë edhe ajo. Kështu që gëzohem shumë që u identifikova me një, se gjithmonë e mendoj këtë gjë, domethënë, nëse një gjë të ndodh në jetë, nuk ndodh rastësisht. Gjithmonë do të ketë një gjë të bukur. Më pëlqen të shikoj gjërat me pozitivitet. Ti vlerësoj njerëzit, ti çmoj për atë që japin. Fundit kemi nevojë për një botë më të mirë. Botën më të mirë e bëjmë ne, njerëzit e mirë. Se arrim
sa arrim, sa të mundemi, një gjurmë. Që unë i falenderoj shumë. Zënë Tërtori, falenderit ju për pasionin që tregoni dhe punën dhe përkushtimin e përditshëm dhe minjoje të gjithë stafit të shkollës në vjeçare 14. Sinqerisht i falenderoj nga zemra për atë që ne bëjmë çdo ditë. Domethënë, pas stafin je njeri, do jesh vetëm. Komplimente dhe minjoje të jemi gjithë bashkë. stafit tuaj, ju dhe stafit tuaj. Ju falenderoj nga Dhe zemra përshëndetje të gjithë dhe nxënësve. Durrës Lajm ju urojmë shumë suksese. Ju ndjekim me shumë kënaqësi. Ju falenderoj. Kam pasur fatin të ndjek edhe leksionet e juaja në Rotary, edhe ju përgëzoj për gjithë erudicionin tuaj, për atë që përcjellni. Se një mendje e mençur, një mendje e ditur, ka për të dhënë. Edhe ky qytet ka nevojë për këto njerëz. Kështu që shumë kënaqësi që falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë. Dhe suksese për në gjërat që punën tuaj. fali. Faleminderit. Faleminderit që na ndoqët, më u takofshim në episodin e radhës.